Përfaqësuesit e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë, OSBE, kanë publikuar një deklaratë zyrtare për mediat pas zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, duke ngritur disa shqetësime të rëndësishme lidhur me procesin zgjedhor. Sipas raportit të OSBE-Odirit, Partia Socialiste ka shfrytzuar burimet shtetërore për të mbështetur fushatën e saj elektorale, një praktikë që është cilësuar e papranueshme dhe që ka minuar integritetin e zgjedhjeve. Një tjetër shqetësim i madh për misionin vëzhgues ishte vendimi i qeverisë për faljen e gjobave vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve, një veprim që ka ngjallur dyshime për ndikimin politik të këtij akti. Lexoni raportin, ju do të shikoni se po, në fakt ne i kemi përmendur, kemi shkruar për këtë presion, sidomos për presionin ndaj njerëzve në administratën publike. Pra, është diçka që e kemi adresuar në raportin ton. Gjithashtu, OSBE-Odiri nënvizoi se mazhoranca ka përfituar nga përdorimi i burimeve administrative, duke monopolizuar mbulimin mediatik dhe duke krijuar një pabarazi të theksuar në fushatën elektorale. Shqetësime për presion ndaj në punësve të administratës publike, përdorim të burimeve shtetërore që u pa edhe nga vetë vëzhguesit në shumë raste, duke përfshirë edhe në aktivitetet e mëdha ku u shpallën programe të mëdha edhe një ditë para ditës së zgjedhjeve apo falja e gjobave. Këto praktika i dhanë një avantazh të padrejtë partisë në pushtet, duke çuar në kushte të pabarabarta garimi. Misioni vëzhgues regjistroi dhe incidente gjatë procesit votimit, duke theksuar se qytetarët janë intimiduar, një praktikë që ka cënuar lirinë e votës. Këto të fundit dhe të tjera që do vinë nga Parlamenti Evropian, unë absolutisht që do sugjeroja që aktorët e interesuar këtu dhe shpresoj të ketë dhe konsensus të gjerë mes partive politike në parlament, pra për përmirësimin e procesit zgjedhor. Pra, kjo është një aspekt, një nga shumë aspekte që çon drejt Bashkimit Evropian. Çështje të tjera që ju përmendët, që kanë të bëjnë me korrupsionin apo me të tjera gjëra që shkojnë përtej, po themi, zgjedhjeve, sigurisht që do adresohen edhe këto çështje. Jeni të sigurt. Ky vend nuk do të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot, ama ka shumë gjëra që mund të përmirësohen dhe sigurisht që zgjedhjet janë të rëndësishme. Dhe unë rekomandoj me forcë të gjithë aktorëve përkatës që t'i marrin këto rekomandime. Një tjetër problematik që u përmend ishte skema e pensioneve në minutën e fundit dhe falja e gjobave, veprim që janë konsideruar si tentativa për të ndikuar në votuesit e mundshëm.